sa po do niset Edi Rama për në Washington në shtëpinë e bardhë, nuk ka shtëpi të bardhë, i thosh. Pse nuk ka shtëpi të bardhë? I dërgoj një thumbë ish shokut tënd dhe kolegu tim. O, Metin e kam gjame, përshëndes Metin, por Meti ja bën do shkoj në shtëpinë e bardhë, sepse Meti tash ja kanë dhënë. Ja kanë dhënë këtë top channel i thuj do shkoj në shtëpi të bardhë, pse sepse populli nuk kupton, nuk i mban mend detajet popullit. Ndaj, e përshëndes Metin se kam gjallë sigurisht. Por çështja është që ne duhet kuptojmë simbolikat, Gilbert. Nuk është çështja e shtëpia bardhë apo shtëpia e kuqerent. Është simbolika. Dhe Donald Trump tha, ne jemi në ndërtesën e re, e cila është quajtur Instituti Trump për Paqen. Dhe ju betohem, tha, në sy të gjithë botës, unë nuk e kam ide, tha, se kush ja vuri emrin, tha, erdhi Marco, tha, Marco Rubio, tha, e bleu, tha, ndërtesën, unë nuk dhiva mëngjes, tha, dhe gjeta i kishte vënë emrin tim, qerataj. Po unë s'dija gjë, tha, qafsha plakën, ju betohem, tha, që s'disha që. Ndaj, kush beson që ai po bën humor, duhet ta kuptoj që ai po lun me simbolika të rënda, por e ka stilin ashtu. Sepse sot është stili i populizmit, stili i të bërit, edhe politik, edhe humor, edhe tragjedi, edhe komedi, edhe gallat. Instituti i Paqes ishte mesazh që nuk do të bëhet më në shtëpinë e bardhë, sepse shtëpia e bardhë është pjesë e rendit vjetër botror dhe e burokratëve të Washingtonit. Ndaj Donald Trump dje bëri një grusht shteti ndaj rendit të vjetër botror. Zyrtarisht. Dhe po tenton të hedhë themelet e një rendit ri botror me një drejtim të ri të rendit ri botror dhe kompania e re është kompania e familjes Trump me njerëzit e tij besnik. I shpalli emrat dje. Marco Rubio, tha, ishte sekretari, ishte me një performancë të shkëlqyer në takimin e sigurisë në Munich, por, tha, ishte brillant, tha, por mos u bëj më i shkatët se shefi se do të rash. Pra gjithandej ky muhabet që ka. Shefi është i mirë, do të performosh mirë, do ta ndihmosh shefin, por mos u bëj më i mirë se shefi, tha, se aty e han, dhe të ngaloja. Që do të thotë, ruaj hierarkin, dhe në qoftë se keni mendu me lujt më shumë se sa një loj, unë ju kuptoj, sepse tha ka njerëz të cilët mendojnë tha që janë më të zgjuar se sa që mendojnë tha, dhe kujtojnë tha se Donald Trump nuk kupton tha, apo bëjnë sikur janë shumë më të zgjuar për lojtarët e jashtëm. Disa prej tyre i kemi këtu, disa nuk kanë ardhur fare. Disa të tjerë as ne s'duam të shohim me sy. Sepse bëjnë si të mençur, por nuk janë edhe aq. Megjithatë, po deshën le të vinë, po deshën le të rinë jashtë. Çdo fjalë që ka thënë ishte kod. Every single word, çdo fjalë që ka thënë ishte kod. Bota e re do paguajnë arabët, do drejtoj ekipi i Trumpit, do bëjnë dhe biznes bashkë, merita do t'i ngelen Trumpit. Arabët tha janë burrat mirë çuna, se keni iden tha sa bujar që janë. Kanë hedhë lek shumë, tha dhe do hedhin prapë. Pra ata do financojnë. Këta do bëjnë biznes, ky do drejtoj botën. Ky ishte mesazhi. Ky ishte rendi i ri botror. Tashmë nuk e bëri në shtëpinë e bardhë, por e bëri ku tek ndërtesa e paqes së Trumpit. Dhe Rama ishte në një siklet të madh, tani do të vim nga Rama, sepse Rama po ndjente që po kryente një akt tradhtie ndaj rendit të vjetër botror i cili e prodhoi. Ndaj Alex Sorosit, ndaj burokratëve, ndaj Europës, Europa nuk shkoi fare atje, ti duhet ta kesh qartë. Por edhe ne ju e dini më mirë se unë që edhe në 2003 për Iraku nuk është se ju bashkuan për një herë apo jo? Angli, Francë, Gjermani nuk shkuan. Tani për tani. Giorgia Meloni që është 1000 herë më afër Trumpit se sa Edi Rama, çoi Tajanin, Antonio Tajan, çoi ministrin e jashtëm dhe ka presion brenda shumë. Kjo nuk përjashton atë që thoni ju. Por Donald Trump
duke mos thënë asnjë fjalë për Edi Ramën dhe duke e kuptuar mesazhin Edi Ramës dhe pse kishte ardhur Edi Rama, në mënyrë të pa deklaruar i tha Edi Ramës, ti vërtet je këtu, por nuk je imi. Welcome Albania, welcome Prime Minister Rama. Ase emrin se tha, vetëm mbi emrin. Mediat e Tiranës u përpoqën majtas, djathtas, ushtrin barkas në tapet, me kap në i kapje durësh, me kap në i përqafim në i gjë, kapën ato që i kapën edhe i gjirojnë nga mëngjesi deri në darkë. Çështja është që Rama ishte i tronditur, sepse Rama e di shumë mirë që rendi i vjetër nuk ja fal që doli dhe po ngjitet tek barka tjetër. Rendi i vjetër është ai që prodhoi Spakun, është ai që e prodhoi Ramën, është ai që e ngriti, është ai që e financoi, është ai që e mbajti. Ky, duke parë që Bashkimi Evropian dhe ambasada amerikane po i bëjnë presion Spakut dhe duan kokën e Ballukut, ky po e kupton që vendimi është marrë për të ngjitur ky. Sepse ai nuk e dorëzon Ballukun, jo sepse i dhimbset Balluku. Ai nuk e dorëzon Ballukun se ka hall se mbrin ke Rama. Ndaj, sëkëlldia e Ramës e shtyu atë të dalë nga kjo morset e vështirë. Ishte një morset, ai takim që i shtrëngon të gjoksin Edi Ramës. Dhe ai, këtu, me merit dhe lëpërake, e rëshkiti situatën dhe qojnë hake Hashim Thaçi. Sepse tha mos më bëni mu, tha panel sanduiç këtu, tha mos më bëni mu, tha viktim, tha të kësaj se unë nuk e mbaj dot. Dhe vërtetësisht Rama nuk e mban dot atë lojë që ka marrë përsipër me to. Nga George Sorosi tek Donald Trumpi është sparkat shumë e fortë vëlla, a kupton? Por Kë mund ta bëj? ashtu sikur edhe ju e keni thënë ndoshta, tranzicioni global mund ta shpëtojë për momentin. Atëherë do të vim ta themi a shpëton apo jo. Sepse kjo duhet bërë llogari se si është rregulli i tranzicionit global. Unë kam edhe një tezë tjetër. Një nga financuesit më të mëdhej të vizitës së Ramës në Washington është Berisha. Po. Mendoja se do thoni Tony Blair. Jo, po Tony Blair është sekser. Tony Blair është sekser ndërkombëtar, e paguajnë ca lek ta në Tiranë, edhe e fut në përlozha. Tony Blair është duke bërë lek, është miliarder, edhe ka 7 kompani, bën pare në Katar, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Arabi Saudite, në ande, bën dhe ca dallavere tjera, edhe se ka problem këtë pjesë Tony Blairi. Tony Blairi është këshilltari i këtij dhe është ai që i ka sjell biletën. Problemi nuk është këtu. Problemi është kush e çoi, pse shkoi, si e çoi Berisha Ramën atje. E çoi sepse Berisha nuk është zëvendës i Edi Ramës. Këtu është problemi i madh. Dhe Amerika e donte patjetër Shqipërinë aty. Por çështja është që nuk po e duan Berishën. Am kupton? Dhe duke mos pas rival, Edi Rama e bën të detyrueshëm pranishëm, sepse nuk mund shkonte Bajrami atje. Bajrami s'ka peshë specifike. E di Amerika që s'ka si peshë Bajrami. Presidenti. Nuk i ka zgjedh kërkush. E morën nga atje nga ushtria, kishte boca dosje, kishte shit ca prona të ushtrisë, ja kishte dhënë këtyre ndërtuesve të mëdhenj, e mori Edi Rama i tha rri aty të shinoterizo çfarë bën qeveria ime. Nuk mund të ftonte Amerika Bajramin, më kupton? Sepse ishte peshë dhe do peshë elektorale ajo punë. Mori Rama. Rama shkon